E nëse ty, thot Zotin Kur'an, e nëse ty Allahu të prek me ndonjë dëm, dije se nuk mund ta largoj askush prej teje vetëm se Zoti xhallal xhelalu. Pra forma e parë e shërimit të magjisë, mbasi të ketë ndodhur magjia, është të lidhesh me Zotin xhallal xhelalu. Të lidhesh me Zotin xhallal xhelalu, kërkosh prej Zotit xhallal xhelalu, se nuk mund ta largoj këtë sprovë prej teje vetëm sa ai që ka caktuar për të ndodhur kjo sprovë. Nëse gjehet magjia, duhet shkatrohet me njëherë. Si shkatrohet magjia? Ka disa forma, por forma më e mirë, duke u mbështetur në atë formë që ka përmendur Sheikhul Islam Ibn Taymija, merret magjia. Dhe nëse është me nyja, çdo nyj duhet zgjidhet duke lexuar ajet kuranor. Qoftë edhe surën Kul Huwallahu Ahad, qoftë edhe surën Al-Fatiha, është rëndësishme ta zgjidhesh duke lexuar Kur'an. 1. E dyta, merret dhe futet në në uthull të holluar me ujë. Dhe duhet qëndrojë aty për disa ditë, paktën një javë. Dhe mbastaj nxirret derdhet uthulla dhe uji, dhe pjesa tjetër e magjisë merret dhe shkatrohet duke u djegur. Nëse ndodh kjo, i kënohet një kënim të smurit, shkatrohet dhe magjia dhe me shpresën e Zotit nuk do të ketë më shqetësime. Nëse nuk gjendet magjia, atëherë ka forma alternativa të tjera, që është kryeja e një seance leximi Kur'ani me të smurin. Fryrja gjatë leximit, po kështu fryrja e ujit, apo vajit ullirit, apo ujit zemzemit, e me qëra fjala unë përfitoj nga rasti këtu në lidhje me shitjen dhe blerjen e ujit zemzemit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam patjetër, sepse për herë jam pyetur, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë wala tabi' ma la tamlik, mos e shit atë që nuk e zotëron. Uji zemzemit nuk është pronë askujt, edhe fatmirësisht është taktimi i Zotit që kur vjen uji zemzemit në çdo vend botës ku shkon, nuk merret për të dogan. E si pasojë nuk mund thuhet që po shes e këto janë lodhjet, dogana etj. Nuk lejohet shitja as blerja. Leximin ujin e zemzemit dhe pirja e ujit zemzemit, përdorimi i farave dhe kofrave të zeza, gjithashtu goditja e smurit, po jo me diçka të fortë, por se lehtë dhe me bismillah, qëllimi është që goditet gjindin brendësi të tij, siç e ka përmendur këtë formë Sheikhul Islam Ibn Taymija. Përdorimi i senas, përdorimi i ullirit, përdorimi i sidrit, rregullimi i ambientit, shumë i rëndësishëm para se me lexu, të rregullohet ambienti, është shumë i rëndësishëm që të rregullohet ana shpirtërore e personit përpara se të lexohet, ti thuhet atij se shërimi është prej Zotit, se zgjen për njeriu etj. Është shumë e rëndësishme sqarimi i njerëzve që të largohen nga format e shërimit ndaluar, duke shkuar në përvarre, duke shkuar në fallxhor, duke shkuar në përkisha, duke shkuar në përteqe ku dëgjon etj. Gjitha këto konsiderohen ndalje prej feje. Ti bëhen disa pyetje të smurit në mënyrë që të shifet gjendja e tij, trima abdes, e nëse është femër, duhet të jetë e shoqëruar me një mashkull dhe nuk duhet të jetë vetëm. Pra mashkull kanë për qëllim ata meshkuj të cilët e kanë të ndaluar martesën me të. Që është shumë e rëndësishme për shërimin e magjisë, dëshira e personit për të shëruar. Pra nuk mund të ketë efekt leximi ndaj personit që është i smurë në magji, nëse personi nuk e don, nëse ai nuk është koshient që ka i të keqe dhe duhet që të keqe ta largoj për vetes tij. Pra është shumë e rëndësishme që personi të jetë koshient dhe të ketë dëshirën për ta larguar të keqen. Dhe duhet largoj personi nga trupi i tij çdo lloj muske, çdo lloj vehti, çdo lloj varje, çdo lloj peri, çdo lloj gjëje, ose për ndryshe leximi dhe shërimi nuk është me efekt. Vjen një pyetje shpejt e shpejt, a lejohet që të shërohet magjia me magji? Si thot populli, plumi nxirret me plum, po jo me fe jo. Sepse nuk mund bësh kufër ti dash për feje që të bësh diçka që të shërosh diçka. Nuk lejohet sipas Islamit shërimi i magjisë me magji, sepse nuk ka logjik që dalë njeriu prej feje për hir të një sprove që e ka sprovuar Zoti xhalla xhelaluhu. Por se shërimi është me Kur'an dhe me Sunet.
Dikush mund thotë ti ke marrë në arabi, e hoxha din etj, po ka tjerë që nuk din. Po ne si të bëjmë? Kjo është provë për mu, për hoxhën e për gjithë ata që kanë marrë në vendet arabe, për gjithë ata që din fen. Është provë. Ne duhet të mësojmë njerëzit. Ne duhet të marrim njerëzit. Duhet të mësojmë namazin. Duhet të mësojmë si të lexojmë Kur'anin. Duhet të mësojmë lutjet dhe duat që ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe thëshërimi i cmurve me xhin nuk duhet të jetë monopol i disa njerëzve. Por se duhet të jenë gjithë njerëzit që dinë si të shërohen nga kjo provë, nga ky problem. Dhe fundit fare inshallah taala, vetëm shkurtimisht ajetet që këshillohen të lexohen në rastin e cmurve me xhin, sura Al-Fatiha, numri është lënë i lirë. Pra njeriu mund të lexojë sa të dojë ai, po sa më shumë, aq më mirë, dhe numri tek. Suratu Al-Fatiha, suratu Al-Baqara 5 ajetet e para, suratu Al-Baqara ajeti 255 ose thënë ndryshe ajeti Kursi, suratu Al-Baqara ajeti 101, 102 واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا في آيات pra dy ajetet e fundit të surës Al-Baqara, suratu Yunus ajeti 81, 82 shumë i rëndësishëm, sepse Zoti xhalla xhelalu thotë në të wa qala Musa ma ji'tum bihi sihr inna Allaha sayubtilu, tha Musai, ajo që ju keni bërë është magji, Allahu do ta shkatrojë sa më shumë përsëritet ky ajet me numër tek, aq më mirë është. Suratu Taha ajeti 69, faqja e parë e surës As-Safat, 5 ajetet e para, gjysma pra faqes parë të surës At-Tabarak, fillimi ose faqja e parë e surës Jin, suratu Al-Kafirun, suratu Al-Ikhlas, pra kul huwallahu ahad, kul ya al-kafirun kul huwallahu ahad, kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas, dhe dua dhe lutjet që kanë ardhur nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që mund të gjeni në librat që janë përkthyer sidomos për këtë problem që libri shërimi i magjisë me Kur'an me Sunet, lutje që mburojnë muslimanët etj. E rëndësishme leximi i Kur'anit, dua dhe sinqeritet.